Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Goxha gjatë një konferencë përshtyp u ndal në vizionin 2026 si dhe në ekosistemin e ri bashkëpunues mes turizmit, kulturës dhe sportit, por cilat do të jenë prioritetet e 2026-s për sektorin e turizmit. Jemi duke punuar për rritjen e hapësirës së plazhit publik, por më shumë se sa rritje e hapësirës në letër për mirë menaxhimin e stacioneve të plazhit dhe garantimin e një aksesi të përballueshëm nga qytetarët, duke sjellë si vjet risinë e menaxhimit publik nga njësitë e vetqeverisë vendore. Formalizimi i tregut strukturave akomoduese është një sfidë e madhe, kemi nisur punën. Rritja e cilësisë së shërbimit turistik përmes zhvillimit të kapaciteteve njerëzore, natyrisht që është një aspekt shumë i rëndësishëm, duke nisur punën për Akademinë Ndërkombëtare të Turizmit dhe Mikpritjes, ku do të kemi trajnime të vazhdueshme për stafet dhe aktorët e sektorit, certifikime sipas standardeve ndërkombëtare, përshtatjet kurrikulave universitare, profesionale me tregun e gjerë turistik, jo vetëm shqiptar. Turizmi gjithvjetor përmes turizmit të konferencave dhe eventeve, ky është një element i rëndësishëm i punës sonë. Midis të tjerave, pjesë e vizionit 2026 është edhe parku i Butrintit. Ministri Goxha tha se shumë shpejt aty do të jetë qendra më e bukur e vizitorëve në rajon me transport të gjelbër, duke ruajtur aspektin natyror dhe historik. Do kemi shumë shpejt qendrën më të bukur të vizitorëve, ndoshta në rajon dhe ndoshta jo vetëm. Në Butrinë do kemi një transport i cili do të jetë gjithë i green, do të kemi një pikë tre parkimi larg për pjesën më të madhe të fluksit të mjeteve që nuk duhet të jenë brenda, do të ruajmë gjithë aspektin e vjetër natyror të peizazhit dhe të gjithë, po themi, shekujve të shkuar në mënyrë që të jetë e gjitha ashtu e shkrirë, të ketë një trajtim shumë holistik i gjithë parku i madh i Butrintit, por njëkohësisht po punojmë me realizimin e regjistrimeve me ASHK-n, me hipotekimet, me procedurat e prokurimeve, kuptohet nga Fondacioni i Menaxhimit Butrintit.